Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se takohemi në emisionin javor Mozaiku. Do të flasim edhe për librin më të ri të studiuesit të historisë dhe identitetit shqiptar, Albert Bikaj. Albert Bikaj, studiues i historisë dhe identitetit shqiptar, në librin e tij Zanafilla e mendimit kombëtar, analizon se si u formuan idetë e para të vetdijes kombëtare shqiptare gjatë shekujve 14 deri 16. Ai tregon rolin e humanistëve arbëror dhe ndikimin e komunitetit shqiptar në Venedik, duke shpjeguar pse rrënjët kulturore dhe kombëtare janë të hershme se sa ishte menduar më parë. Kronik e gazetares Vera Gojçaj. Albert Bikaj, studiuesi i historisë dhe identitetit shqiptar, në librin e tij Zanafilla e mendimit kombëtar, analizon formimin e ideve të para të vetdijes kombëtare shqiptare gjatë shekujve 14-16. Ai shqyrton rolin e humanistëve arbëror dhe ndikimin e komunitetit shqiptar në Venedik, duke treguar se rrënjet kulturore dhe kombëtare janë më të hershme se sa ishte menduar. Motivimi i tij për të shkruar këtë libër buron nga interesi intelektual ndaj albanistikës dhe ideve politike, si dhe nga dëshira për të kontribuar në debatet aktuale mbi identitetin shqiptar dhe studimet historike që lidhen me këtë çështje. Po vetë interesimi, themi kështu, intelektual, sa i takon historisë albanistikës dhe historisë ideve politike, ka qenë natyrisht në ndërshtysat kryesore për të trajtuar një temë tillë. Nga ana tjetër, debatet aktuale mbi identitetin, por edhe studimet historike, qofshin ato të kaluara apo të tashme, që lidhen me debatin në fjalë, kanë qenë motivim shtesë për të trajtuar këtë pjesë. Për më tepër, për gjatë studimeve kam hasur në thëna të reja, informacione të reja, bazuar në studime të historianëve eminent të Perëndimit, ku trajtohet koncepti i zhvillimit idesë kombëtare. Ide e cila të ne shpeshherë është marrë, ndoshta si themi kështu, si e mirëqen, si e vetë kuptuar, por edhe në anën tjetër është trajtuar nga disa të tjerë si diçka absurde. E pikërisht duke pa kontekstin më të gjatë historik evropian, e mendova si ide të mirë në bashkëpunim me mentorin tim, profesorin Luka Shpolerić, që ta trajtoj edhe aspektin arbënor shqiptar paralelisht me gjenezën e idesë kombëtare, domethënë në kontekstin italian, ku është gjeneza, me pas në Francë, Gjermani, Kroaci dhe tek e fundit te humanistët ta. Kush janë, domethënë, çfarë rol patën arbërorët në këtë pjesë që ju shtiu juve që të shkruanit? Po, humanistët arbën ishin pjesë, themi kështu, integrale e botës evropiane të asaj kohe, natyrisht gjatë periudhës rilindjes ose më saktësisht Renesansës, dhe natyrisht konteksti historik me Venedikun, veprimin Venedik, kontakti me kulturën italiane, i shtyu në kontakt, domethënë edhe që të punojnë njëjtë si kolegët e tyre në Evropë. Kështu u zhvillua një diskurs gradualisht kombëtar, ku lartësua kujtesa historike, duke pas parasysh edhe faktin historik se gjatë asaj kohe arbëria ishte e pushtuar, bëmat e Skënderbeut ishin natyrisht ende të freskëta, edhe në një farë mënyrë edhe motivuese. Shkrimi dhe trajtimi i këtyre temave kishte rol dyfisht, ruajtjen e identitetit, edhe njëkohësisht zhvillimin e tij. Sepse ishte pikërisht Venediku pjesë aq e rëndësishme për arbërorët në atë kohë. Po, siç e thash, rrethanat historike, politike, e lidhin arbërinë ngushtë, sidomos zonat e veriut me Venedikun, të paktën që nga shekulli i 13, e më pas nga shekulli i 14, e duke pas parasysh këtë kontekst në Venedik, përveç se ishte një qendër e madhe kulturore dhe politike, atje
ishte themi kriju edhe një komunitet, një diasporë arbërore, e cila vepronte atje. Madje duhet të them se ishte një ndër diasporat më të hershme dhe më të organizuara të asaj kohe, e pjesë e tyre natyrisht ishte edhe elita, e cila ishte formuar intelektualisht në Venedik, siç janë humanistët Marin Beçikemi, Dimitër Frangu dhe Marin Barleti. Po në atë periudhë, pikërisht në atë periudhë, cila është pjesa e identitetit kombëtar që përmendet? Këtu flitet trajtohen domethënë tema e origjinës së kombit dhe pjesa tjetër ka të bëjnë me periudhën osmane, me rezistencën e Skënderbeut. Domethënë këto janë dy çështjet kryesore me për cilat fliten dhe trajtohen në mënyrë, themi kështu, kur lexohen në mënyrë goxha moderne, pasi flitet për një aspekt nacional, një ide aso kohe ende e freskët, e re, që ishte në zhvillim. Si lidhet humanizmi me zhvillimin e mendimit kombëtar gjatë asaj periudhe? Po, zhvillimi i mendimit kombëtar ishte pjesë integrale e humanizmit si lëvizje në Europë, ndonse ky fakt është ende i panjohur për një pjesë të madhe të historiografisë, është ndër zbulimet, themi kështu, 10 viteve të fundit në universitetet perëndimore. Pra kemi një rrymë humaniste e cila trajton aspektin kombëtar si primar dhe pjesa tjetër e cila njihet, pasi vetë fjala humanizëm të shumë njerëz nënkupton kozmopolitanizëm, themi kështu, një kulturë pak më të hapur, edhe natyrisht duket edhe si antonim ndaj patriotizmit ose atë dashurisë. Do ishte qesharake sikur ta mendonim që gjatë kësaj intervistë do e përmbledhnim të gjithë këtë ide që ke pasur që të përçosh me këtë libër, po parafërsisht a mund të ma përmbledhës se cila është ideja që keni menduar që të përcjellni me këtë libër? Po, ideja primare është që trajtoj fillimisht konceptin e kombit, ta parases në kontekst historik, të zhvilluar si diskurs, pra si ide politike, se gjenezën e ka në mesjet, në fund mesjetës, dhe jo në periudhën moderne, siç nënkuptohet për një numër të madh intelektualesh ose të themi kështu për historiografinë e vjetër, e cila e ka trajtuar në atë mënyrë, dhe pjesa tjetër ka të bëjnë natyrisht me kontekstin shqiptar, se mendimi nacional të arbënorët, natyrisht flasim të elitat e humanistët, ekzistonte dhe zhvillohej njëjtë sikurse u zhvillua edhe në Itali, në Francë, Gjermani e tjera. Domethënë gjitha këto raste i parases në mënyrë paralele me rastin shqiptar. O sa i takon historisë si shkencë, ajo bazohet te dokumentet dhe çdo tezë duhet të ketë mbuloj dokumentet dhe arkivat, domethënë të dhënat bazë. Te ky studim jam fokusuar pikërisht te të dhënat arkivore të mesjetës, cilat nuk është se janë pa njohura, po thjesht nuk janë trajtuar në kontekstin shqiptar të paktën asnjëherë në këtë formë. Domethënë kemi të bëjmë konkretisht me veprat e humanistëve, duke filluar nga Petrarka në Itali, deri te humanistët gjerman, francez, kroat, me pas ku trajtohen veprat e humanistëve arbër, ku flitet, domethënë, për Skënderbeun, për rrethimin e Shkodrës, pra kemi bëjmë me veprat njohura për gjithë lexuesit. Unë të doja më shumë të dija për bashkëpunimin tënd, pasi që sigurisht që të shkruash një libër duhet kesh dhe bashkëpunime të ndryshme. Si kam prit këtë? Duke ja filluar, themi kështu, të flas për gjenezën e librit, më së pari do më duhet të them se jam shumë falendërues ndaj mentorit tim, profesorit Luka Shpolarić, i cili më ndihmoi edhe se të arrij, domethënë ta trajtoj këtë temë, më ndihmoi me trajtimin e temës me anë të literaturës, por edhe vetë disa aspekteve historike të cilat ishin pa njohura për mua. Sa i takon botimit, besoj se është pritur me entuziazëm nga historianë të ndryshëm, cilët edhe më kanë shtyr, më kanë frymëzuar se ta bëj, se ta përkthej, domethënë nga kroatishtja, se libri është shkruar në kroatisht fillimisht, ka qenë si temë
e punimit të masterit. Edhe nga fakti se më do të shpesh se të më kontaktonin profesor eminent nga Shqipëria, Kosova, po jashtë trevave tona, më shtyu se ta transformoj këtë punim, ta zgjeroj pak më shumë dhe ta kthej në libër. Me këtë studim, Albert Bikaj tregon se është një nga studiosit më të përkushtuar të historisë dhe identitetit shqiptar, duke zbuluar rënjet e hershme të vetdijes kombëtare.